pranim burri veç në pasurin në helikopterë dhe në qofse ka aeroplan. Po si ka këto, ajo nuk i batohet në martesë, që tradhti e madhe. E kjo është ikonik betimi, se çdo njeri do të pranor edhe kur është i varfër, edhe kur është i pasur. Kjo betim armënor i konstitucionalizmit jus konubi, apo e drejta në martesë. Tash ka bojnë këta zhëllartë. Japin drejta me kurorzuhe në përdarsma këtu në herë, gjojnë parem tjetër. Nuk e kanë këtë detyrë këta zotëri. Na e kemë vetëm drejtën botërore jus konubi, e tjetra e martesë, Justiniani, gjitha qeverit demokratike të Evropës, botës edhe Amerikës, kushtetuta amerikane rrjedh, kurora në bazë këty. S'do më thonë që në botën arabe nuk e kemi shariatin, unë s'po i për botën arabe. Po nësë jemi arabë, na jemi oksidental, jemi për e dimar. Profesor, kemi folë për profetin Muhammed, originalin. Edhe këtu diçka mund në ashtoni? Unë mund të shtoj. Diçka? Originali është dhe në shekullin 9 gjithë interpretimet e profetit. Prej shekullit 9, sultanati dhe kalifati i parë dhe Osmani i parë si sundimtari, perandorisë Osmane i trashëgon elementet e kalifatit. Dhe këto elemente e kalifatit janë falsifikatore, është politike, asgjë s'ka të bëjë me adhurimin e Zotit. Po, shumë mirë, profesor, ke shpjeguar me të vërtetë këto gjërat të cilat ndoshta edhe për të parë, po them kështu në radiollapi që dëgjuesit edhe ndoshta i ndjekin apo i dëgjojnë. Është kalifati 900-1453. Po. Vitet. Këtu çfarë mund ta thoni? Pastaj është në pyetje perandoria osmane, që s'ka asgjë të përbashkët me profetin Muhammed, apo? Po se është drejt politike, sepse 1517 pushtohet nga perandoria osmane, 1517-20 pushtohet Meka. Në aktin e pushtimit Mekës, faktikisht, gjithë bota arabe vjen perandorinë osmane. Dhe aje doktrinë e ka jo në bazë profetit Muhammed, po e ka doktrinë në bazë kalifatit. E kjo gënishtë. Dhe kur nuk i interpretojnë profetin Muhammed original. Sepse është i qartë. A ka nevojë sot të thirret për shembull 5 herë në ditë ti me thirr ozonin. Hajalën fela, hajalën sela, janë besim, janë shpëtim thirret për jo besimtar, për korejshtë të dhujtar. Por kur je i besum të Zoti, në parim kuranor, a ka nevojë me të thirr? E që tu do të reforma, shteti me bo reformë. Ozoni është ma tepër ndotje akustike. Se parim i lutje Zotit. Sepse ai thirret për jo besimtar. Por jo për besimtar, se për besimtar s'kin nevojë me ngrit zonin. Sa ma mirë besohet Zoti, adhurohet Zotin në heshtje, është dhuratë e Zotit. Zotit danë mos me adhuru me britma. Në mënti. Zotit danë me adhuru në mënyrë hyjnore dhe me qetësi hyjnore. E dyta, kur të bëhet kjo reformë, atëre, unë do të isha për një këndim kuranor vetëm ditën e premte. Do të isha për një këndim bukur kuranor veç ditën e premte. Po dhe dita e premte është abrahamik. Këto do të mjau të regu gjithë njerëz. Edhe agjerimi që e kemë është abrahamik. Po, agjerimi por abrahamik është për i ndyrnave, për i ushqimet tepërta, që shkaktojnë në organizëm, një fertilitet, një deformim, apo një trashje. Po nuk është agjerim radikal, agjerim radikal e kanë bo vija e kalifatit. Që nuk dalana ka njerë smut, as ka njerë smut, po vetëm emocionalisht janë ngarkuar të Zoti, edhe emocionalisht nuk janë të përgatitur që ata agjerojnë në fertilitetin e tyre sa agjerojnë, po agjerojnë në raport me Zotin. Se Zotin nuk na ngarkon me mëkate çka nuk e përbën organizmi, apo nuk e përballon organizmi
të shkohet një arregjirim që unë i thamë radikal. Me qenë se une në një rreth rrotullim hapësinor të kohës 33 Ramazane i kom agjeror, derisa për shembull mjeku i tensionit apo mjeku kardiologo ma ka ndalu. Edhe sikur mos ma kisha ndalu një specialist me renome kombëtare, une për shembull do të agjeroj edhe sot. Po do m'ja bo publikut me dije se une adhuroj Zotin. E adhuroj në parim kuranor të pastërtisë kuranore. Jo të falsifikatit në emën të Kuranit, po dhe Biblia është falsifikuar. E di pse? Biblia me rrugë për i shekullit ku pranohet 410 tek ne, dhe në shekullin e 13, gjithë ligjëratat janë falsifikat të priftnisë. Pse janë gjithë ligjëratat falsifikat? Bëhen lëvizje politike, urrejtje, pushtim popujt në emën trujtjes varrit të Krishtit. Ata shkuan ata ushtrit evropiane kur me mbrojt varrin e Krishtit në Betlehem. Ata shkuan për ta gjurmur në maskën e varrit të Krishtit, për ta gjurmur rrugën e mendashit, rrugën ku tregtia tregtonte me ari dhe argjend Pekinë deri në Evropë, Egjipt dhe Evropë. Dhe kur e precizuan këtë rrugë, për gjatë gjithë kësaj rrugë ndërtuan karaulla. Mbrojtje ushtarake për plaçkitje. Ata këtë e banin në emën të Zotit. Në emën plaçkitja më e madhe e rrugës mendashit, o pej vijes katolike në emën të papës apo plaçkitja e njerëzimit. E patën gjenit kohës, Martin Luteri, Evretis, një ndër profesorët më të shkëlqyer që ka pas bota gjermane. Dhe e vizitoj kishën e Sixtinit ku u bon gjithë ato matrapazllashe me 92 studentë të tij. Dhe ai majti ligjëratën historike në kishën e Shën Pjetrit. Gjithçka që ligjëroi priftëria deri në ka është një falsifikat. Unë e dhanë që ta gjethet shpinë e Zotit, e gjeta shpinë e prostitucionit, shpinë e likvidimeve, që kishte bo inkvizicioni deri në revolucionin e madh borgjez, francez, janë prej kokat më intelektuale në emën të Zotit, në emën të gjyqeve të pshefta kishtare. Ashtu si bën sot radikalizmi islamik, që pren koka dhe urrejti. E ne nuk e kemi një reformator këtu. Bindja koronore nuk mund shkon planetin tokë pa reformë. Do të reformë thellë shkencore. Vetëm adhurimi i Zotit, jo politik, jo shpjegim fenomene shoqërore, që s'kan mandat as priftëria, as hoxhallarët mi spjegue para audiencës së tyre, sepse nuk janë të përgatitur. Kjo është. Profesor, bie në sy ose shohim edhe mbrej. Për shembull, njerëzit më shumë vropojnë pas fesë ose pas feve, më shumë për to, se për shembull për çështjen kombëtare. Çështja kombëtare disi është lënë anash, disi kanë harruar njerëzit, ndoshta edhe festat, edhe sigurisht të fëmijët që nuk i dinë festa, ndoshta çfarë feste është. Siç është di festa 28 nëntor, dita e flamurit, ndoshta nuk e dinë edhe Skënderbeun, apo jo. Mos është kjo diçka e çuditshme. Pyetja është shumë e saktë. Për arsye se shiço. Këto ato e përmana kur rrezikimi i shkollës. Po, natyrisht. Qa bona e zonja 2 metra lidhën kokën me shami turko-arabe që ishtin 15 vojza në xhamin ndillën. Pse mos pja ligjëron ajo Skënderbeun? Ha? Nën Terezën. Nën Terezën. Yjet polare të kombit shqiptar janë këta dy. Po yje polare është Aleksandri i Madh i Maqedonisë. Pirë. To janë yje polare të perandorisë, gjithë civilizimit tonë që ka mbulu Aleksandri i Madh. Skënderbeu është i dyti pas Aleksandrit. Nën Tereza është e shajta e Zotit që ka shpëtu kombin shqiptar dhe Kosovën. Edhe këtu parafërsisht i arsyetoj pak edhe lëvizjen e Deçanit, jo krejt. Sepse duke fyer figurat kombëtare para syve tonë, vend që të veproj shteti. Shteti po rrin. Na për momentin nuk kemi normë dhe shtet. Unë i kam të aksionet policistë të bo kjo që ti revole kjo nga këto këta akcione. Po unë
Unë nuk po kam aksione konkrete të policisë të cilat edhe në gjithë trevat e Kosovës dihet ku radikalizmi. Qytetet më radikale janë Mitrovica, qytetet më radikale Vuciterna, qytetet më radikale o Gjilani, qytetet më radikale është Kaçaniku, brumi i Idris Seferit, ku qendresa shqiptare anti-osmane. Si vjetër, këto janë misione ruse dhe serbe, nuk janë fetare. Edhe këtë është ne të mojmë ligjërata dhe të mojmë intervista. Ne mund të vëdisojmë këmbën dhe i dikun. Po veprimin duhet me bo shteti. Ministria e Arsimit urgjentisht duhet me i kontrollu xhamiat 24 orë që ka mrena përveç ata që adhurojnë Zotin e shpalli vepër kriminale, sepse i kemi na medreset për ato punë. E kemi Universitetin Islamik. Vjen na im Tërnova e qëtë shatorin për këndim kuranor. Kur na im Tërnova e ka fakultetin dhe e ka medresen. Ka lokale ato për gjithë testet e këndimit kuranor. E jo këndimi kuranor del në shesh. Po haj për me pengue evenimentin e ditës Skënderbeut, shteti heshtë. Ato i nimon edhe kryeministri, i nimon edhe kryetari i komunës. Kjo shteti jo në kapitullim. Shteti të na ka kapitulluar. Edhe o kotë në qofë se zvepran shteti. Ku i kemë? Qofë se një inspektor i arsimit, që s'ka inspektor klasik, o zyrtar arsimor, fshenit defekt, do të me thirë policin, do të me thirë zyrtar tjerë, do të me thirë drejtorin komunal të arsimit, gjithë suitin e shtetit që e ka, dhe të kryetari. Për urgjentisht, se vonë është. Mirë, këto përmasa që i kemi sot, vërtet të rënqethi, më në shpesh i shoh, e qëfar bëhet, e qëfar veprohet, e si ecet e pastaj. Megjithatë, për shembull para 40-50 vitesh kështu nuk ka qenë. Për shembull sepse ndoshta ka qenë feja është mbajtur në një farë mënyre më e përmbajtur, jo kështu çfarë po ndodh tash. Edhe sigurisht në një farë mënyre shteti apo shtetet tona që shtetet tona shqiptare, përgjithësisht Shqipëria, Kosova, po Maqedonia, Mali, kështu me radhë, mos janë vënuar shumë për këtë çështje. Këtu në herë, edhe nivel të Jugoslavisë ko vija universitare akademike që nuk i kalo vend këty në matrapazve, sepse konë shtet laik. Në parem, o konë jo krejt diktator, po gjysmë diktator komuniste. Shqipëria ka qenë diktator tipike. E tash, që po thu kjo vi ka qenë e heshtër, po janë disa peshqe që po ishin të heshtër në shkretin, dhe i po bekeshi, 6 muj po jetëshin në dhej. Kur po filloj këshiu, ata po në gjatëshin. Kjo është reale. Këta kanë egzistu si gjarpni gjithmonë, pi krasoj peshku me gjarpën. Këta kanë egzistu si gjarpën dhe makineri misionare e Rusisë. Po janë zhjurë në fertilitetin e demokracisë pa qenë, që kjo së demokraci. Llogarete, thëtë është me leqë, nuk më një andalë shamin, po me cilën leqë bre, së një andalën. Ku ligjë për me vënu shamin? Si e mbro kushtetuta, është të lajë. Nuk du koreografi arabe dhe turke më në shkollë. Profesor, po a mund... Du koreografi shqiptare. A mund të po ndërprej, për shembull. Unë do të isha shumë më i kënaqur ta shoh për shembull një vajzë apo një grua të veshur kuqezi. Po. A e vesha e jonë është. Po. Çfarë veshësh të zezë për shembull, vetëm syt i duken. Po ajo është gjatë. Ç'është e murgesha, hoxhanica, çfarë dreqe? Jo, ato paguan me pare krejtë. Çfarë është? Ato shkojnë i marrin parët, janë fonde, shiqo këty në fondeve të botës arabe, as demokracit matë mos, po mund i rezistojnë. Po ti kur e kje në stadiumin Chelsea, kënot 10.000 iftare i kje në stadion, në Chelsea të Anglisë, në stadion, Po. Dhe më hona, përshet që dhe bote e civilizum nuk i reziston paras, se për para hupi identitetin, nësi mi konë të pasër kur,
me moral, pa para kemi rujt identitetin. Po kjo ma rrezikshme që ka vërshu paraja misionarike, hen pa kurfar kontroli. Si unë kundër xhamiave, kundër adhurimit koranor, po kundër falsifikateve që e zhbojnë identitetin kombëtar. Na mësoj. Po gjithto investime që janë bërë për shembull për të ndërtuar gjithto xhamia, për shembull, çfarë mendoni ju? Ka më shumë xhamia se shkolla. Po shko sepse, shisha, planimetria e zhvillimit Prishtinës kur u bë planimetria. Ata ekspertë e komunës e lokalizojnë lagje e ndërtimit lartë ku me bo xhamin, po nuk e fertilizojnë ku me bo spitalin edhe ku me bo qerdhen. Këto e problemi. Nuk kje te projektus, nuk kje shqiptarë se të në hershit. Me idealizmin e kombit, që në projektin e planit hapësinor, në një lokalitet ndërtimit lartë, lokalizohet ku do të ndërtohet qerdhe e fëmijëve me bekimin e pedagogës dhe psikologës, pe 4 vjetë. Po jo e pe 5 vjetë me qonë xhami, tërp. Planifikohet ku më ndërtohet xhamia të janë thatë në Kosovë. Janë ikonografi, krejt falsës e ditën s'ka besimtar, lëshohet vetëm zërimi si element i zërimit që është element për shembull i ndotjes akustike. Kjo është e tmerrshme. Po, profesor. Profesor, si ishte marrëveshja e profetit me Korejsh në prezencën e mbretit të Etiopisë? Këto e shpjegova. E shpjegova pak, po. Do të kalojmë Korejshit të thonë se nuk po pranojmë, apo jo? Jo, ata pranojnë me kushtin Korejsh që kjo lënë diçka nga idhujtaria. Po, idhujtaria. Idhujtaria është gjujtja e dresit me gu. Me gu. Është element. Ata që thënë në fillim. Edhe sot haxhit kur shkojnë e gjujnë dresin e paqen. Edhe u kry. Po. Edhe dyta vizita pelegrinazhi do të me koni lirë. Po se mirë. këto meshihate që janë të Bosnjës, të Kosovës, janë meshihate anti-shqiptare, anti-identitare. Unë si kisha leju me leq besimtarët, po të bonë në për xhamia. Po kupolt me shihatit si kisha leju. Se kupola plaçkitës. Profesor, është interesant dhe diçka që ndoshta. Edhe s'kisha leju me shihat që është shumë marar Maqedoni, as Shqipëri. Vjen Erdogani dhe me ta ndruar një imamin e Shqipërisë, dhe ku ka mbri. Po mirë, Shqipëria ke nivel. Dhe nuk e mikrofonin pak. Shqipëria ke nivel dhe nuk e ndrej imamin. Është qaj që është. Erdogani insistoj me ndru edhe imamin. Dhe që atu ka arë puna. Dhe këtu në Kosovë s'ka tërnoven me ndru se është imam i ti. E bën detyrën e ti. S'ka nevoj me ndru hecë. Të regjistrimi popullsisë, e kemi jetuar për shembull çfarë pyetje është që po duket nuk është në rregull, ta pyetësh njeriu, a është për shembull çështje personale, individuale, se cilën fe e keni. Cilën fe? As do të më konë rubrik identiteti. A është gabim po më duket. Ai është shqiptar po. Ai është serb po. Ai është bosnjak po. Ai është turk po. Po jo, çfarë adhurimi ke musliman? Jo. Mo ta spjegova fjalën. Ashtu është. Po për kurrë të zot. Është fals kjo. Për ta mbuluar identitetin shqiptar. Kjo është e tmerrshme. Po sigurisht, për shembull, sa jemi në rrezik të kombit që përmendë ne nga gjithë kjo situatë gjendje që po ndodh në këto vitet e fundit. Permanent. Deri son nuk i mbrojnë figurat legjendare pe Aleksandrit, Skënderbeut, Nën Terezën. Dhe gjithë lavdit e erojve, atër vërtet jemi rrezik. Jemi rrezik. Pasi jemi rrezik, atër kjo është të mëshme. Na do të më mbrojnë. Po intelektual t'i kisha lutë, të Republikës Kosovës, të Republikës Shqipërisë, bojnë debate për reformë. E reformë rrënjësore më bonë me shiatin e Shqipërisë, të Kosovës dhe të Maqedonisë. Dhe ju bëj thirrje këtyre me shiatët, dhanë udhëzime, që mos i drejtohen popullet vëllezër musliman, vëllezër shqiptar në përkulljen e Zot, rrugës profetit Muhammed dhe parimeve kuranore.
Fjala musliman tesh lyhet nga elementi vokabular. Gjithso. Sa mos me zhboj identitetin e kombit shqiptar. Profesor, pyetja e fundit do të ishte për shembull, njeriu mund të jetë për shembull sigurisht pa ndonjë fe. Sigurisht mos ta adhuroj asnjërin prej tyre. Edhe kështu që natyrisht ka të drejtë. Mirë, nuk ka të drejtë asnjë hoxhë ose një prift që për shembull të akuzohet njëri pse nuk shkon në xhami apo në kish. Çdo ideologji që prodhon kundërshtar o vrastar, o xhallat po prodhojnë konflikte, priftrit dhe dikon mundon maturor po prodhojnë konflikte. E mos të e ortodoksizë pan slav që ka shpat dhe janë paramilitar. Ato këmë spjegu që 20 vjetë. Edhe i kam doktrinë shkencore. Po edhe këta radikalizmi, kur thirët në shpat, në prerje kokash, një mendim të kundër, është vrasje kundër. Vrasje inteligencës. Vrasje, kjo është vrasje intelektit. Prandaj, ju lutem, sot unë të thoja se parimet e kësaj vijes, që e profetike, që së kushe profetike të truq për lartë, janë nivellit më të parë si murat të kombit, që xhallarët janë të përgatitur me mojt ligjërat dhe ja u kisha marrë të sicë. Profesor, për shembull, mos janë për shembull fetë sikur partitë politike, ti përfitojnë më shumë njerëzit prej vetes. Mos ndodhe kjo për shembull, ta bëjmë këtë, ta bëjmë atë. Po tjetë shteti i fort mi kanalizu, ata e kishin patë zi të ullirit, se do të shkërën të shkenstari ullet në xhami atë. Veç që ndiqan, edhe ja përgjithsi për të formim. Nuk guxon për e diskutuat hoxha për marrëdhënie seksuale, për fëmijë, për fertilitet, për cilat edhe embrione, shkujnë embrione, që në shkenstar. Kush janë ata, mëre? Kush janë ata? Ta ne me marrë qikt, një që se qikt dorë, më onë promiskuiteti, kur një më liqësue. Ajo kopeja, është si kur ti që ka të gjesh për varën që kjo është e lërësia jo, kjo është merë jo. Edhe te udhëheqësit për shembull. Po ti i kje Shevqet Krasniqi që 25 vjetë se bëgos kërkosh. Po dhe partit politike janë involvu. Sepse na me në votës janë dërzu. Të rasin o qëllartë një muajt ligjërata dhe të bimë. Vend që të flasin për programe zhvillimore të shtetit, për zhvillim, për arsimin, aje flet e dhret hoxhën me majt fjallim. Se hoxha ma autoritet se profesorit. Merë, të më krejt politikan, që kryeministri aktual, që ka bën, që fertilizon. E pret imamin e xhamis, për shembull, imamin e xhamis, apo të qabes nuk e pret as një burë shtetëror arab. Arab nuk e presin, se sa protokoll shteti, ajo protokoll lutje. E kjo me fertilizu mas ti është se janë dalën edhe kushtet. Kjo atë merë. Dhe për fund një mesazh kisha dëshiruar ta përfundojmë profesor këtë sigurisht bisedë që ishte kënaqësi me ju. Çfarë sigurisht një këshill për të gjithë popullatën. Do të drejtohen kombit shqiptar, urgjentisht Maqedoninë, Shqipërinë, Kosovë, të mbledhet inteligjenca, kombi, shtetit, parlamentit, bje ligje, reform, edhe vetëm reform të mbrohet identiteti i kombit shqiptar me ligj. Me forcën e ligjit, si në Maqedoni, si në për shembull në Shqipëri, si në Kosovë, të mbrohet identiteti shqiptar, heroj. Rritë e Nën Tereza, kur i thetë Clintonit biri jem, bo diçka për popullin të. Dhe kur ja qëtë një kryshden traditen shqiptare, Clintonin i ndithet në ta kryva manetin. E këta e përdosin Shevqet Krasniqi drejt Mallkum, e fyjnë Nën Terezën. Po Skënderbeu. Që është dëshmitare e lirisë popullit të vetë. Edhe Skënderbeu kryetrimin e gjithë korat civilizimit që ka mbrojt civilizimin evropian. Ta të najtë e ka mbrojt krishterizmin. Skënderbeu nuk mbrojt i krishterim. A i mbrojt i civilizimin. Sepse sultani e lejoj edhe për branda tjetë krishter atje, sepse a i emnin e pat Iskander. Iskander nga Turqishtja shqiptët të Aleksandri Madh.
kja dëshoja vetë sultani e boni Aleksandr dhe Pira. Këtë e vërtetoj për shembull edhe udhë përshkruesi i veprës ti. Marin Baleti, që në veprën e ti 500 faqe asë një vend se ki emnin Skënderbej, po e pirotari. E pirotari o personazh Skënderbej. E pirotari këtu analizohet edhe klasifikohet me vijën e Pirës. Profesor, për shembull, ne ishim katolik para shumë qindra vjete. Mirë po, për shembull, janë kthyer në musliman, pa janë kthyer për shembull me dëshirë apo vetëm me dhunë, apo jo? Me dhunë, në shiqar. Pse, çfarë? Pa qëre me sot gruaja që shkon ruhet me kali. Të njëherë para 50 vjetë e kanë marrë me 6 troje gruën, e kanë marrë me kali, me 6 troje. Po pse ata 6 troje ruajnë nusën ka vjen, sepse se i men të beut vazhdojnë me grabit me dhunu 15 beu ata. Çfarë shteti e ko perandori? Me i dhunu nusët rrugës në gëzimin e tyre të martesës. Kjo morali i perandorisë Osmane. Çfarë të them? Sigurisht ata ju kanë premtuar ndoshta diçka që të kenë më shumë këta të tjerë për shkak që të bëhen musliman prej katolicizmit. Kanë premtime, a ju kanë premtu, se natyrisht me këto premtime ato e po 29-39 po identitetin se kanë luftur asnjë. Asnjë s'ka luftu për identitet shqiptar, jo një kuadru mekanizmin e perandorisë Osmane. Ai që ndjen veten shqiptare kemi figurën tjetër, kush e ka ndjen pak, ju ka prej kukën. Profesorit, falenderoj shumë, ishte kënaqësi, ja pra kemi kaluar kohën e parapar, vërtet mirë po sigurisht se këto emisione kanë vlerë të madhe, ligjërata të cilat falenderoj shumë përgjithësisht në emër të redaksisë Radio Llapit, që vërtet kanë dalë kohë të shmueshme, duke i përshëndetur, duke i ruar shëndet, dhe sigurisht edhe herave tjera të kemi çfarë diskutojmë, por jo për këto çështje ndoshta, për të përmirësuar këto çështje, një ditë mos flasim, sepse këto dhem vjen shumë. E vërtet është e dhëmshme. Shumë e dhëmshme për ditëshmëria. Mirë po ne apo një njerëz mund ta ndryshojë gjendje për një ditë. Duhet kohë. Ligjëratat janë të kota dhe televizionet këtë po marrin panelet këto, po shteti do të veprojë se shteti janë mekanizmi. Shteti janë vdekje, Kosova të vdekë si shtet. Këto i kjeve fertilizimet si më bo deputet. Po jesi me ndërtu shtetin. Po pujtë e meqëm edhe politikës një mesazh. Po bano 3 partit bashkë 10 vjetë më zbani zhjetët lira ka 3 vjetë ndoni. Kjo është edhe këtë ligjor, kur një shtetë o krizë si Anglia. S'ka pas zhjetët 10 vjetë prej vitit 1939-49. Sepse shteti ishte në krizë. Edhe prej shteti, na jemi në krizë, s'jemi pranon as një mekanizm, atë që sa kohë, sa muaj, bëhet për me zhjedhë një kryetare të kuvendit. Unë këto si quaj partinë vikomtarë. Unë quaj grupet, interesit, pa doktrina partijake, pa projekte zhvillimore. Faleminderit edhe një herë shumë, dëgjuesit i përshëndes, faleminderit që na dëgjuan, kishin kujdes edhe vëmendje. Këtu përfundojmë studion e hapur, miru dëgjofshim. Sa hati. Studio e hapur, magazine informative Studio e hapur.